بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Me emrin e Allahut, mëshirëplotit, gjithë mëshirësit, mëshirëplotit, falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall. Ata falenderojmë dhe për ti, ndihmë dhe falë kërkojmë. I kërkojmë Allahut Azza wa Jall të na ruaj nga keqja vetëve tona dhe e veprave tona. Atë që Allahu Azza wa Jall e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb atë dhe kush zgjedh për veten e tij devijimin nuk e udhëzon atë askush përveç se Allahut Azza wa Jall. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jall, dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I tij sallallahu alaihi wasallam. Me ndihmën e Allahut Azza wa Jall në këtë natë do hyjmë në një kapitull të ri I cili është pra kapitulli I agjërimit. Dhe siç dihet se agjërimi është shtyllë për shtyllave të Islamit. Allahu Azza wa Jall na ka bërë të mundur që të marrim një prej shtyllave që I kaluam, që është shtylla e namazit. Pas saj kaluam në shtyllën e zakatit. Dhe me ndihmën e Allahut Azza wa Jall do mundohemi që të shpjegojmë shtyllën vijuese e cila është pra shtylla e Islamit, shtylla e agjërimit. Dhe për këtë dietarët e Islamit, sikurse e thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu e mëshiroft, në shpjeguesi I këtyre haditheve që I ka përmbledhur Imam Abdul Ghani al-Maqdisi, thot se përkufizimi në aspektin gjuhësor I agjërimit është përmbajtja dhe ndalimi. Pra njeriu përmbahet dhe ndalohet në këto ditë të përcaktuara dhe në këto orë të përcaktuara nga disa gjëra të cilat janë pra të ndaluara që të veprohen. Dhe në aspektin juridiko fetar, ai nënkupton përmbajtjen nga gjërat që e prishin agjërimin, e cila shoqërohet me nijet, qëllim, prej agimit, fexhrit të saktë, deri në perëndimin e diellit. Pra nga aspekti juridiko fetar, agjërim do të thotë të përmbahesh nga gjërat që e prishin agjërimin, I cili është I shoqëruar me nijet nga agimi deri në perëndimin e diellit. Agjërimi I këtij muaji, muajit të Ramazanit, është shtylla e tretë dhe është një prej 5 shtyllave të Islamit. Vlera dhe urtësitë e këtij muaji, pra muajit të agjërimit. Agjërimi konsiderohet ndër adhurimet më të larta, sepse në të përmblidhen 3 lloje e durimit, pra 3 kategori të durimit. E para, durimi në bindjen ndaj Allahut të lartësuar. Pra njeriu është I bindur ndaj Zotit të tij dhe përmbahet nga shumë gjëra të cilat I ka pas të lejuara përpara këtij adhurimi. E dyta, durimi nga mëkatet. Pra njeriu largohet nga gjunahet, të cilat pra bëhet shkak ky lloj muaji I cili e përfshin njeriu shpërblime të mëdha. E treta, durimi nga caktimet që janë të përcaktuara nga Allahu Azza wa Jall. Pra ka disa gjëra të cilat janë caktime të dhimbshme dhe siç është të përmbahesh nga gjëra të cilat njeriu I ka shumë të lehta që t'i bëjë. Dhe me këtë muaj njeriu pra, si thuhet, stërvit durimin e tij për të qenë më I mirë dhe më I devotshëm. Gjithashtu,
Allahu i madhëruar ja ka atribuar agjërimin vetës së tij dhe ka premtuar shpërblim të veçantë për atë që e vepron. Pra, si thot i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam, se agjërimi është i imi dhe unë e shpërblej agjëruesin. Gjithashtu agjërimi është një sekret ndërmjet teje dhe Zotit tënd. Prandaj konsiderohet ndër amanetet më madhështore. Sepse agjërimi nuk është i dukshëm, është një vepër e cila pra është midis teje dhe Allahut Azza wa Jall. Disa urtësi që ka përmendur Sheikh Abdullah Al-Bassam, Allahu e mëshiroft, është se sa i përket urtësive dhe sekreteve të tij, një përmbledhje e shkurtër, por nuk mund t'i përfshijë ato të gjitha. Megjithatë do të përmendim disa prej tyre në mënyrë që lexuesi të kuptojë një pjesë të urtësive të Allahut Azza wa Jall në këtë legjislacion për legjislacionin e Islamit. Duke shtuar besimin dhe bindjen në një kohë kur besimet janë tronditur dhe imani është dobësuar. Pra, sikur se dihet se njerëzit nuk dinë ku besojnë, njerëzit shkojnë dhe bëjnë besimet kota, njerëzit shkojnë dhe adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut Azza wa Jall me muaj ose me ditë ose me orë ose me javë, pastaj ikën largohen ka ajo gjë, shkojnë tek një gjë tjetër e padobishme dhe bëjnë të njëjtën gjë. Pra, besime të tronditura dhe një iman i cili është i dobësuar. Prandaj nga urtësitë e larta të agjërimit ka përmendur Sheikhu Allahu mëshiroft, është se në të përfitohet adhurimi dhe përulja ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra njeriu është më i përulur ndaj Zotit të tij në këtë muaj, po gjithashtu është i prirur që të bëj adhurime nga më të ndryshmet. Dhe nuk është i tillë në muajt e tjerë të vitit. Prandaj, kjo është një urtësi, kjo është një veçori që e ka vetëm ky muaj. E dyta agjërimi, pastaj tek pika e parë, prandaj do thot më lart se imani është i dobët, sepse njeriu nuk duhet të jetë vetëm i tillë, pra vetëm në muajin e Ramazanit, por njeriu duhet të jetë i tillë në çdo ditë, në çdo orë, në çdo moment, në çdo javë, në çdo muaj, në çdo vit, ndaj Allahut pra të jetë i adhurues i mirë, të jetë i përqendruar tek adhurimi, të jetë i drejtuar ka Allahut Azza wa Jall, të largohet nga gjërat që janë të ndaluara, nga gjërat që janë të papëlqyera, nga gjërat e dyshimta dhe të drejtohet Allahut Azza wa Jall në çdo sekond, në çdo moment, në çdo kohë, njëjtë dhe në çdo muaj, njëjtë në çdo javë i njëjtë. Gjithashtu e dyta është se agjërimi e bën besimtarin që drejtohet me sinqeritet ndaj Allahut, duke ju nënshtruar dhe përulur atij, sidomos kur ai frenon dëshirat e veta. Pra, një dobi dhe një urtësi është se ky adhurim ka këtë lloj cilësie e cila e bën besimtarin që të jetë më i sinqert, të drejtohet Allahut Azza wa Jall, të nënshtrohet Zotit të tij, të jetë më i përulur në këtë muaj, sidomos pra ku njeriu shfrenon pra dëshirat e veta, i frenon dëshirat e veta dhe largohet nga epshet. E treta, forca shpesh e shtyn njeriu drejt arrogancës dhe teprimit, siç thot Allahu i lartësuar, jo, me të vërtet njeriu të i kalon kufit kur e sheh veten të pavarur. Pra, njeriu kur e din që ka krijuesin i cili e shikon në çdo moment, në çdo sekond, gjithashtu kur e din që këto janë ditë të përcaktuara dhe janë ditë të numëruara, atëherë e shtyn kjo gjë që njeriu të jetë pra më i përqendruar dhe të jetë pra shfrytzues i çdo momenti dhe i çdo kohe. Sepse në vetvete njeriu pra është i tillë pra që i të kalon kufit dhe kur e shef që njeriu është i pavarur, atëherë shfrenohet dhe shejtani e ndihmon
që të largohet sa më shumë nga adhurimet e Allahut Azza wa Jall. E katërta, përmes agjërimit njeriu e kupton dobësinë dhe varfërinë e tij përpara Allahut të lartësuar, duke larguar mendjemadhësinë dhe duke u bërë më i butë ndaj krijesave. Pra, ky lloj adhurimi dhe ky muaj i agjërimit e bën njeriu që të kuptojë se sa i dobët është dhe sa i varfër është para Allahut Azza wa Jall, dhe gjithashtu e bën që të largojë mendjemadhësinë nga vetja dhe të jetë njëri i butë dhe të jetë i butë ndaj vetes dhe ndaj krijesave të tjera. Gjithashtu, urtësitë shoqërore, agjërimi i bashkon njerëzit në një adhurim të përbashkët në të njëjtën kohë ku të gjithë, i forti dhe i dobti, i pasuri dhe i varfri, përjetojnë të njëjtën përvojë. Pra, ky muaj, ky adhurim që bëhet në këtë muaj, bëhet shkak që t'i bashkojë njerëzit në një adhurim të përbashkët, i cili është parafalja e namazit, e gjithashtu është pra bërja e këtij adhurimi që është agjërimi, dhe ku të gjithë janë barabartë para Zotit, qoftë ai i cili ka shumë pasuri dhe është i fortë, edhe ai i cili është i dobët dhe është i varfër, janë të njëjtë. E gjashta, kjo forcon lidhjet shpirtërore dhe lidhjen shoqërore midis njerëzve. Por ky lloj adhurimi e bën njeriu që të ndjehet i barabartë me atë cilin është i dobët, pra ti je i fortë, po ja që kur ti je në këtë lloj adhurimi, kupton edhe dobësinë, po gjithashtu kupton edhe mirësinë e asaj çka të ka dhënë Allahu Azza wa Jall për pasurisë ose për shëndetit. Dhe në këtë rast, ku njeriu është i tillë me agjërim, atëherë kupton dhe nevojat të cilat kanë të tjerët dhe mund të gjendet si ndihmues i tyre. Kjo përvojë e përbashkët krijon një vullnet fort kolektiv që nuk ndikohet lehtë nga propaganda apo faktor të jashtëm. Pra, kjo lloj përvoje, këto ditë që kalojmë me agjërim të gjithë bashkë, çfarë bën? Bën që njeriu të krijojë në veten e tij pra një vullnet dhe të ketë një nxitje që atë ta çojë tek e mira dhe tek kërkimi i diturisë, tek bërja e veprave të mira dhe e shumë gjërave të cilat janë të dobishme. Po ashtu, ai muaj, pra ky muaj i nxit tek mëshira dhe tek dëmshuria ndërmjet njerëzve. Kur i pasuri ndjen urinë dhe etjen, ai kujton gjendjen e të varfrit dhe bëhet më bujar ndaj tij, duke zbutur urrëtitjen dhe duke përhapur dashuri e harmoni në shoqëri. Pra këto janë disa dobi të cilat i ka përmbledhur Shehu Allahu e mëshiroft. Po ashtu thot disa urtësi edukative dhe morale. Agjërimi kultivon durimin, forcon vullnetin dhe mëson njeriu të përballojë vështirësitë dhe sfidat. Pra, ky lloj adhurimi kultivon dhe shton durimin tek njeriu. Po ashtu i forcon vullnetin për tek veprat e mira. I forcon vullnetin që të shtojë diturinë e tij apo adhurimet në muajt e ardhshëm. E mëson njeriu që të përballojë vështirësitë, sepse në këtë muaj ai duron për hir të Allahut Azza wa Jall nga etja dhe nga uria, dhe po ashtu nga përmbajtja e epsheve të tij. Gjithashtu ky muaj bëhet shkak që të ketë urtësi shëndetësore. Thuhet se stomaku është burimi i sëmundjeve dhe dieta është baza e shërimit. Pra, thonë ata të cilët janë njerëzit specifikisht që merren me sëmundjet e stomakut dhe sëmundjet e trupit, se stomaku është burimi i sëmundjeve dhe dieta është baza e shërimit. Dhe në këtë muaj njeriu e rrallon të ngrënit, rrallon edhe zgjedh ushqimin dhe gjithashtu ato orë të cilët pra njeriu është i agjërueshëm, pastron trupin e tij dhe me ndihmën e Allahut largohen dhe shërohen sëmundjet. Agjërimi i jep trupit një periudhë pushimi
dhe rigjenerimi pas ngarkesës së vazhdueshme nga ushqimi. Pra, në këtë muaj, trupi i njeriut rigjenerohet dhe bëhet më i fortë dhe gjithashtu bëhet një trup i dobishëm dhe bëhet një trup më i fuqishëm. Kjo është një përmbledhje e shkurtër e disa përurtësive të agjërimit. Një trajtim i plotë i tyre kërkon studime të veçanta, përveç atyre sekreteve që i di vetëm Allahu i madhëruar. Dhe për këtë temë, Imam Abdul Ghani al-Maqdisi ka përzgjedhur hadithin me numër 174 An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadana بصوم يوم ولا بيومين لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه رواه البخاري ومسلم. Thot, transmetohet nga Abi Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me të, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos e paraprini Ramazanin me agjërimin e 1 ose 2 ditëve, përveç atij i cili e ka zakon të agjërojë rregullisht, ai le ta vazhdojë atë. Pra, nuk bën që njeriu ta paraprijë muajin e Ramazanit, duke qenë që ai nuk agjëron në muajt e kaluar dhe e bën këtë vepër pikërisht para se të hyjë muaji i Ramazanit me 1 ose 2 ditë. Nëse njeriu nuk ka qenë agjërues i vazhdueshëm dhe i rregullt në muajt e kaluar dhe as në muajin që ka hyrë para muajit të Ramazanit, atëherë që është muaji i Shabanit nuk bën që ta agjërojë 2 ditë të fundit para se të fillojë muaji i Ramazanit. Pra, mos e paraprini është një folje në formën e ndalimit që rrjedh nga forma bazë të mos paraprini, pra mos veproni të vepër sepse nuk është prej sunetit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi, Allahu i lartësuar, i cili është ligjvënësi, synon të dallojë ndërmjet adhurimeve dhe zakoneve. Pra, ka dallim midis asaj që quhet adhurim dhe midis asaj që është zakon dhe traditë, si dhe ndërmjet obligimeve dhe veprave vullnetare. Për këtë arsye është ndaluar paraprirja e muajit të Ramazanit me agjërim 1 ose 2 ditë para tij, në mënyrë që besimtarët të jetë i përgatitur dhe i freskët për agjërimin e muajit të Ramazanit, i cili është detyrë. Përjashtim bëhet vetëm për atë person i cili e ka zakon tek vetja të caktuar agjërimin, siç është dita e hënë apo dita e ejte, ose që kanë obligime si kompensim. Pra ka njerëz të cilët nuk i kanë zëvendësuar dhe kompensuar ato ditë që i kanë pas obligim në muajin e kaluar. Apo ato njerëz që janë zotuar për një vepër dhe e kanë thyer dhe duhet që ta veprojnë atë pa hyrë muaji i Ramazanit, atëherë nëse ky agjërim lidhet me shkaqe të veçanta, lejohet që të veprohet para muajit të Ramazanit me 1 ose 2 ditë. Ndërsa agjërimi vullnetar i përgjithshëm në këtë kohë është më pakta e papëlqyer dhe nuk bën. Mësimet dhe dobitë që nxirren nga hadithi përmend shehu Allahu e ruajt, Abdullah al-Bassam. E para, ndalohet që ta paraprim muajin e Ramazanit me agjërim 1 ose 2 ditë, sikurse është e qartë në hadithin që sapo e lexuam. E dyta, lejohet kjo për ata që kanë një zakon të rregullt të agjërimit. Pra kujt i lejohet që ta bëjë këtë lloj agjërimi? Vetëm se ato personat të cilët pra ato e kanë pas bërë agjërim dhe tradit tek vetja e tyreve që agjërojnë gjithmonë gjatë muajve të vitit, ditën e hënë, ditën e ejte, po ashtu 3 ditët e bardhë të çdo muaji dhe kështu me radhë. E treta nga urtësitë e këtij ndalimi, Allahu e di më së miri, është dallimi ndërmjet farzeve dhe nafileve, dhe përgatitje për Ramazanin me energji dhe dëshirë, dhe veçimi i këtij muaji fisnik
me shenjën e tij karakteristike e cila është agjërimi. Këto janë dobit për këtë hadith dhe hadithi vijues me numër 175. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Abdullah ibn Umar, Allah qoftë i kënaqur me të dhe me babain e tij, pra Abdullah dhe Umejr radhiyallahu anhu. Se ka thënë, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, kur ta shihni atë hënën e re, atëherë agjëroni, dhe kur ta shihni atë prap hënën, atëherë ndërpriteni agjërimin. Nëse ju mbulohet nga ret, atëherë llogariteni për ta. Rawahu transmeton Imam Buhari dhe Imam Muslim. Pra, nga fjalët që janë të paqarta nga hadithi, është thot Sheikh Abdullah al-Bassam, "Ghumma aleikum", do thot kur ju është fshehur apo mbuluar shikimi i hënës për shkak të një pengese, sikurse janë ret ose mjegulla. Fjala vjen nga rrënja pra që ka për kuptim fshehjen dhe mbulimin. Atëherë thot hadithi, faqduru lah, pra përcaktojeni dhe plotsojeni. Ka dy interpretime kryesore. Llogariteni në kuptimin e plotësimit të muajit Shaban në 30 ditë, pra konsideroni muajin të plot. Është thënë gjithashtu se kuptimi është ngushtojeni, domethënë bëheni Shabanin 29 ditë. Për shkak të këtyre dy interpretimeve ka lindur dhe mospajtimi juridik mes dietarëve, sepse kjo fjalë, pra e cila është ta përcaktoni, lejohet të lexohet në të dy gërmat që është shprehja agjëroni, nënkupton vendosjen e niyetit për agjërim dhe mbajtjen e këtij qëllimi deri të nesërmen. E njëjta vlen dhe për urdhrin ndërpriteni agjërimin kur ta shikoni muajin hënën në fundin e muajit, pra ndërpriteni agjërimin. Prandaj, që të kuptohet hadithi, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, është se dispozitat e shariatit ndërtohen mbi parimin themelor. Gjendja bazë mbetet ashtu derisa të vërtetohet ndryshimi me siguri. Pra, dhe njëherë, që të jetë qartë për dëgjuesin, që ajo që është e sigurt nuk mund të ndryshohet me pasiguri. Duhet një siguri që ta heqësh dhe ta largosh atë çka është e sigurt. Pra njeriu me këtë rregull kupton dhe hadithin. Në këtë rast, parimi bazë është vazhdimësia e muajit Shaban dhe mungesa e obligimit të agjërimit derisa të plotësohen 30 ditë të Shabanit, duke ditur kështu se muaji ka përfunduar, ose të shihet hëna e Ramazanit dhe kështu vërtetohet hyrja e tij. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lidhi fillimin dhe përfundimin e Ramazanit me shikimin e hënës. Sepse kjo është më e sigurta, kjo është rruga që ndiqet dhe duhet ndiqet. Nëse ekziston pengesë, siç janë ret, mjegulla apo pluhuri, atëherë urdhëroi që të bëhet llogaritja e muajit. Pra të plotësohet Shabani 30 ditë, pastaj të fillohet agjërimi. Kjo bazohet mbi parimin ajo që ekziston vazhdon në gjendjen e saj derisa të provohet ndryshimi, sikurse tha më lart. Pra ajo që ka filluar, që është muaji i Shabanit, vazhdon në këtë gjendje derisa të shikohet hëna. Nëse nuk shikohet hëna, atëherë plotësohet muaji 30 ditë dhe pastaj fillohet agjërimi i muajit Ramazan. Por midis ulemave ka mospajtim dhe dietarët kanë folur rreth kësaj teme me shumë fjalë, por ajo çka mëdhëbi që është më e njohur, pra e cila ka hecur me të shumica e ulemave, është se siç kurse përfshihet Imam Abu Hanife, Imam Malik, Imam Shafi'i,
kanë thënë se nuk është obligim agjerimi kësaj dite, pra e cila është e dyshimt që mund të jetë ose s'mund të jetë, nëse dikush agjeron në jetën e Ramazanit, kjo nuk e llogaritet se agjerimi i vlefshëm i Ramazanit, sepse thuhet që ne hecim me njerëzit dhe e çelim me njerëzit ku jemi. Dhe nëse dikush vjen me një haber dhe nuk është e vërtetuar, atëherë nuk e marrim atë. Këtë mendim e ka përzgjedhur edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, gjithashtu edhe Imam Ahmedi e përcjell Sheikhul Islam, thotë se kështu ka qenë fjala e tij, pra që mbështetet, dhe këtu në këtë pozicion pra kanë qenë dhe të gjithë nxënësat e tij. Dhe autori i një libri i cili quhet El Furu thotë, nuk kam gjetur nga Imam Ahmedi tekst të qartë për obligueshmërinë e kësaj dite dhe as urdhër të drejtë për të. Pra ky mendim u zgjodh gjithashtu nga dietarët e tjerë të mëdhej të mëdhëvit Hambeli si Abu Khattab apo Ibn Aqil, Allahu i mëshiroft. Dhe argument për këtë kanë përcjellur pra hadithin që është faqdurula, që është plotësojnë e Shabanin me 30 ditë dhe analiza Ibn Qayyimit dhe Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë se kjo çështje në librin që e ka thënë Zadul Ma'ad, duke u mbështetur në mendimin e shumicës dhe duke refuzuar mendimet e tjera. Ai sqaroi se nuk është vërtetuar nga sahabët ndonjë qëndrim i qartë për obligueshmërinë, përveç nga Ibn Umeri radhiyallahu anhu, i cili është i njohur se sa i kujdesshëm dhe i ashpër ka qenë në çështjet e ndjekjes së rrugës dhe traditës së dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Ibn Taymija deklaroi se obligimi i agjerimit në ditën e dyshimit nuk ka bazë të fortë në fjalën po ashtu të Imam Ahmedit apo në nxënësve të tij. Sipas tij, qëndrimi i qartë i Imam Ahmedit është lejohet agjerimi dhe lejohet mos agjerimi. Ky është gjithashtu mendimi i Abu Hanifës dhe shumë sahabëve dhe tabiinëve më pas. Dhe shton dhe thotë se parimet e shariatit tregojnë se kujdesi maksimal nuk është as detyrim, po as ndalim në vetvete. Mos pajtimi mbi shikimin e hënës në vende të ndryshme, dietarët kanë diskutuar. Nëse hëna shihet në një vend, a obligohen të gjithë muslimanët në botë të agjerojnë? Pra kjo është një temë e cila na prek neve her pas here, sepse jemi shtete të cilat s'kemi shikim hëna vetë. Dhe prandaj dhe Sheikh Abdullah Al-Bassam e ka prekur këtë temë, sepse sikur ai të jetë në mesin tonë dhe këto probleme mundet që të kenë qenë në çdo kohë. Mendimi i parë është, që është mendimi i njohur nga Imam Ahmedi dhe ndjekësit e tij, se hëna është parë, nëse hëna është parë në një vend dhe vërtetohet hyrja e Ramazanit, atëherë obligohet i gjithë ummeti. Ky gjithashtu është mendimi i Abu Hanifës. Dhe mendimi i dytë është, disa dietarë kanë thënë se çdo vend ka shikimin e vet. Dhe ky është mendimi i Qasim ibn Muhammad, gjithashtu i Salim ibn Abdullah dhe Ishaq ibn Rahawi, për pra që quhen imamllarët e hadithit. Ata argumentohen me hadithin e Kurejbit radhiyallahu anhu. Ai tha se kishte shkuar në Sham dhe pa hënën e Ramazanit natën e Xuma. Kur u kthyen në Medinë, Ibn Abbasi e pyeti se kur e kishin parë hënën. Kur ai tregoi, Ibn Abbasi tha, ne e pam natën e së shtunës, ndaj do të vazhdojmë agjerimin derisa të plotësojmë 30 ditë ose ta shohim atë hënën. Pra Kurejbi tha, a nuk mjafton shikimi i Muawijes dhe agjerimi i tij? Ibn Abbasi u përgjigj, jo, kështu na ka urdhëruar i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që ne hecim me popullin dhe me shikimin në atë vend që jemi. Transmeton Imam Muslim. Prandaj besoj se kjo çështje na prek neve në çdo muaj Ramazani dhe nuk bën pra dhe të hecim ashtu sikur se veprojnë një grup jo pak i madh në vendin tonë, që nëse shikohet hëna në një shtet të largët nga ne, ata veprojnë sipas asaj. Por se ne hecim ashtu sikur se na ka mësuar feja Allahut azza wa xal, e cila është pra të bashkohemi
dhe mos të krijon përçarje, dhe Imam Albani gjithashtu përcjell këtë fjalë ku thotë që ecet me njerëzit ku jeton, në të fillohet agjërimi dhe me to mbaron agjërimi. Mësimet që nxjerrim nga ky hadith. Agjërimi i muajit të Ramazanit lidhet me shikimin real të hënës nga njerëzit ose në një pjesë të tyre. Dietari Ibn Daqiq el-Eid hodhi poshtë varjen e këtij gjykimi tek llogaritë astrologjike. Imam Sanani ka sqaruar nëse do lihe kjo çështje në duart të atyre që e shikojnë me sy, nuk do ta merrnin vesh vetëm se një pakicë, ndërsa shariati është i ndërtuar mbi atë që bëhet e qartë dhe e dinë të gjithë. Pra, nëse do ishte kështu sikurse erdhi në hadithin e Kurejbit, sikurse kanë vepruar në Sham me shikimin që kishin bërë në Sham dhe Muawija pra agjeronte dhe gjithë Shami agjeronte, dhe kur u kthye pranë Kurejbi tek Ibn Abbasi, që ishte në Hijaz për Medinë Mekë, i tha se ne se kemi parë dhe kështu që do ecim me shikimin tonë. Dhe përfundimi i agjërimit lihet po ashtu me shikimin e hënës. Dhe ky është hadithi i qartë, sikurse fillohet me të dhe po ashtu mbarohet me të. Por se sikurse tham, nëse nuk ke shikim hëna, ne si popull, atëherë ecim ashtu sikurse vepron shumica e popullit ku jeton, me ato e nis agjërimin dhe me ato e përfundon agjërimin. E treta, nëse hëna nuk shihet, nuk agjërohet derisa të plotësohen 30 ditë të muajit Shabanit. Po kështu Ramazani nuk përfundon derisa të plotësohen 30 ditë ose të shihet hëna e muajit të Ramazanit, hëna e muajit të Shawalit që përfundon muaji i Ramazanit. E katërta, nëse ka re ose mjegull, atëherë plotësohet muaji i Shabanit me 30 ditë. Imam Sanani thotë se shumica e juristëve pra që janë muhadithinët e interpretojnë kështu shprehjen faqdurullah, përcaktojeni se është transmetuar mendimi se agjërimi i ditës së 30 të muajit Shabanit me mjegull apo me re është obligim, por ky nuk është mendimi i shumicës e dietarëve. Pra, nëse vjen një fjalë e cila thuhet duhet të agjëroni se e keni detyrë ditën e fundit të muajit të 30 të Shabanit, ta dini se kjo është mendim jo i shumicës së dietarëve, prandaj duhet që të mos ta veprojmë, sepse nuk është prej fesë Allahut. Dhe pesta dhe fundit, se nuk agjërohet dita e 30 të muajit Shabanit kur ka vranësira dhe si këto pengesa. Këto janë dobit që i ka përcjellur Shehu Abdullah al-Bassam, Allahu më shëroft, për këtë hadith, dhe këtu e përfundojmë dhe temën e sotshme, dhe në mësimin e ardhshëm me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, nëse jemi në këtë botë, do të plotësojmë hadithet vijuese që lidhen me temën e agjërimit. Allahu ja shpërblet më të mira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka